the week. Po, kur ka nevoj me valzu, vjen, valzën. Po, edhe kur e ki na i farë derti, na i farë diçka, vjen edhe afrohet aty afër te. Qysh mundesh me verifikua shokun e vërtet? Qysh e verifikon shokun e vërtet? Hajde tregom. Kur ulesh han buk me ta. Po. Nëse jeni tavulin, Po. edhe keni përbashk një pijat, Po. edhe ai e merr stopën e madhe e a qet veti i pejtinaj. Kur ai të ndet, merr stopën e madhe ta qet ty. Çaj o doste, ja? Stopën e vogël e lën për veti. Bater, këto e bën veç nana, këto veç nanat e bojnë. Ka dhe pidostave. Ka dhe prej shokëve, Ka, unë besoj shiko. Nuk besoj që ish dasht me motrësh një atë një copë e bukës. Qysh jote një copë mishi, mos baj Po gale. që atë me në pak mote që me shumë që në matë. Normal. Se nëse ndodh në herë, okej, po me ndodh Që shpesh. aty i këndon. Okej. Bater. O Bater. Ormo i nderua. Faleminderit që je ka si mirë, faleminderit që na telefonon gjithmonë. Ju përshëndes, jeni ju edhe më të mirë se unë. Faleminderit. Tung kalofsh mirë. Tung Bater, faleminderit shumë. Me shoqërinë e vërtetë, me shoqërinë e vërtetë sim dorë për dorë edhe nisësh drejt Zvicrës, Slovenisë, Gjermanisë, Luksemburgut. Çim të këshyrë, veç. Po s'ki që am këshyrë ti mu, po bashkojna. Keni edhe 2 destinacione të reja nga Prishtina Ticket, njëra tashmë veç se ka nisë me funksionu, Cilla? ndërsa tjetra pritet nga Korriku, Köln dhe në Bremen, janë destinacionet më të reja nga Prishtina Ticket. Po shkojnë po bëjnë. Njona po thash ka nisë fluturime që nga 8 marsi. Me fluturime çdo të shtunë mund të shkoni në Köln, ndërsa në Bremen do të nisin nga 4 Korriku, të hënën dhe të premten, domethënë 2 herë në javë. Por ka edhe qindra destinacione tjera në këto shtete që i përmenda, me çmimet më ekonomike, kështu që rezervoni online në pristinaticket.net. Check-in falas, bagazh deri në 20 kg dhe çantë dore deri në 6 kg falas. Alo. Përshëndetje. Iku njona. Alo, përshëndetje telefonata. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje dhe për ty i nderuar. Kush telefonon? Apeden. Po si e i nderuar? Mirë, faleminderit. Jeseni, ai mirë. Mirë, faleminderit. Abeden, po flasim sot për shoqëritë e vërteta. Më duket mos e ke ditëlindjen Fiona? Jo. Do të doja, por nuk e kam. Mirë ka ke vesh. Faleminderit. Çështo sa nga me çështo dokët. Po thu që për shkak të veshjes mujna me u dok nëse kemi ndaj festë ose jo. Jo, mirë po dukesh shumë bukur. Faleminderit shumë. Palshaj çto po. Tregom për shoqëritë e vërtetë, po të pas këtë prut. Shoqëria e vërtetë është vetëm shoqi se asnjë e vërtet nuk del. Do të kur thu për shoqin është ajo zonja aty. Po. Pse vëllu që s'ka shoqëri të vërtetë përveç partnerit, partnerës? Me partnerit e partnerës nuk ka tjetër rrugë dalje. S'ki ku ik. Miro shkurt. Edhe që ajo ti hek krejt, do me thonë. Të janë pa shok e shoqe, gruja. Ja, mirë. Gruja që e ki shoqe, jo, a gruja që e ki vish gru, po. E vërtet është. Pas të kemi, jena shumë të kënaqur. Po të ngacmoj, Çfarë gjuhë e folnit përbashkët ju?
Shqip. Cilën gjuhë përbashkët e folni? Të mirën e të keqen e dorë se kjo është me fol gjuhën e përbashkët. Faleminderit shumë që na ke thirrur për përshëndetje. Faleminderit, përshëndet shumë, po njeriu ka nevojë për edhe për shoqëri, gruaja është gru, burri është burr, e kanë vendin e vet, shoqënia e ka vendin e vet. Amo mirë është me pas domethënë edhe burrin shok ose gruan shok. Ajo s'ka diskutim. Po, është mirë me pas. Se mandej me burrin edhe me gruan bisedon problemet që ki me shoqërinë ose me shoqërinë bisedon problemet që ki me. Amo mirë është me pas edhe kondicionerin Bruno, po, se tash ja ka nis po me El Bruno, ja ka nis me u bon zetë dhe ato me 5 vite garancion. Kështu që ju që po mendoni me investu me një kondicioner, investoni në ato kondicionerës që kanë garancion 5 vite, e që është Bruno. Alo, përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Po përshëndet Agimi për Ferizojnë. Si e Agim? Mirë, faleminderit shumë. Si e kena Ferizojnë? Mirë. Nën kalimi mirë? I më bo shumë nën kalimi, jo vetëm mirë. Fal nën kalimet mirë, nga bova. Fal. Po gjo. Hajde tregom për shoqnin. Shoqni e vërtet, për ty çka është shoqni e vërtet? Për shembull, mendoj se ai që arrin me fat gjatë jetës një shok, ai mund të jetë njëri më me fat në botë. Nëse e krahasojmë për shembull shokun me vllaun, për shembull vllau është vllau, shoku ose shok hyn në kuadër të vllazërisë, që domethënë nuk I bin që janë vëllezër, por mund ta kesh më shumë ti në jetë një shok të vërtet. Në fakt, ta kesh një shok të vërtet është edhe ngarkesë për ty, nga se ti obligohesh shumë për atë shokun, njëjtë ashtu siç duhet ai që obligohet për ty. Do të thonë, ta kesh një shok duhet të jesh më I kujdesshëm se sa ta kesh një vëllau. Por ajo është shumë e vështirë. Do të thonë, shoku nuk mund të bëhet kurrë si vllau, dhe kështu që ti obligohesh, është shumë vështirë që ta kesh një shok gjatë jetës. Dhe mendoj se askush ndoshta nuk arrin që ta ketë një shok, por njeriu gjatë jetës do të tentojë për me pas një shok vërtet, po. Se më fillim me Fionën e patëm si muhabet, do të thonë shpesh nihet, se shumë mirë ke përkufizu, shpesh nihet, do thonë dikush I kam 4-5 shok, a den kështu shok shpirtit. Është shumë problem, se është përgjegjësi shumë e madhe për me I pas 4-5 shok, bashkë ashtu qysh me nënat. Dhe ti mund është me I marrë energji, me I marrë fare, me konsumu shumë, pëse është përgjithësi e madhe për mi thonë dikun adin kështu shak, kam shak shpirtit, adin që dojna, është përgjithësi e madhe, dhe ti dush me majtë përgjithësi ndaj tina dhe aj ndaj teje, nëse do me pas bashkë ashtu, a nëse do me pas vish kështu një dos që e thirë që ta është e qënë Swiss Diamond Hotel dhe I thua dhe se përta qes nifta. Të dhe t'interesit po me I dërgu në Swiss Diamond Hotel Prishtina, sepse ka bom ne kanë organizu një iftar të mrekullueshëm, për ndryshe çdo të djele ka bufete hapur me lloj-llojshmëri të ushqimeve, ditëve tjera, për ne bëni rezervimin edhe I kap një ofertë më të mira. 038 22 00 numri I telefonit për juve që dëni me bo një rezervim. Që telefonata radhës? Përshëndetje. Viber. Përshëndetje. Alo Viber. Alo, përshëndetje. Aj Denis, përshëndetje. Kesh me thonë veç mirë që jem pushim mjekësora. Na ke telefonu çdo ditë. Jo, vallai mirë se mos kish kom pushim mjekësor kesh të maru. Edhe po pushon pak, po e gjinko. Edhe po pushoj pak, edhe pyet qyri juve. Hajde të rëgona për shoqërinë e vërtet. E përshëndesim shumë edhe Robin. Tregon pak për shoqërinë e vërtet. A e ke përjetu edhe qyshe mendon ti, qyshe shesh shoqërinë e vërtet? Po ne kam përjetu edhe kam shoqërinë e vërtet. Edhe shoqëria jam unë për vete e vlerësoj shumë se qëta dhe kë parafus nuk do me thonë ke
Ajo është shok I biznesit, nuk është shok I shpirtit. Shok shpirtit. Një par raporti pak I komplikuar, I ndërlikuar. Që ka njerë njona zbarën përzime tjetër. Shumë variante për shembull. Unë me si me për shembull me pas biznes për bashkët ishim po copa. Shumit. Që ma mirë përri më shok. Ik more. Jo, shoqëria tamam që thoi shok I shtëpis. Sa shoqi, se si me është pak skeptik të kjo pjesa e numrit madh të shoqërive të vërteta. Jo, ne kam dy. Okej. Që edhe që shok I shtëpis kur pethu se edhe që po du me ndërhy. Se njeri mund me pas shumë shok të shtëpis. Ama mund me pas visht një shok shpirtit. Ose 2. Abdel 3 hajde. S'po shkoj ma shumë. Nuk e di arsim që unë është të krejtë Unë shoq që shpis mu me pas fionën, me arë në fiona në shpite, me nejt, me bo muhabet, me unish kirë kjo, une, familja kësajna, mirë bona mujna mus me kanë shok shpirtin, jena shok, a lidh një far interesi. Mund është me qenë shok I shpirtit pa qenë Jo, unë ndryshe pas në pra. Unë mendova që shoku tamam shok që ki, që thoi të mirën e të keqen e unë I kam dy. Që thoi në gjysë natës me thirë kur kinaj për qefe, për zore, për çdo gjë, ajo është. mirë. Shok të rrugës, ndohen shok shumë koleg të punës, punësh me pas shumë, ndaloj shumë. Patjetër, lloj shoqërish, po Ne kam dy, vetëm edhe I falenderoj shumë, edhe I kam që për mi 25 vjet jam shoqe me to. I paç gjithmonë nis, faleminderit shumë, përshëndes. Asnjë fjalë që thojnë të keqe, asnjë diçka. Tronojnë ata të shpirtit, tronojnë nga njerë, talshojnë e farlofi. Të vërtetat ka njerë, po vërtet është. Unë kaloj shumë mirë, tash për mi 25 vjet jam shoqe. faleminderit shumë nis, përshëndes shumë. Seleme ta borra. Gjithë mira. Këto.
që shkoni në IPCO për me pa më shumë oferta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, një dëgjuse nga Ferizoj. Hajde në dëgjuse si Ferizoja aktiv sot. Ju përshëndes për misionin, po një kolege ku e keni? Cëllën? Janë kon tri janë kon. Ku e ke dhe një kolege? Kur përdin që era kon tri qërësfja dhe namnin. Gita e kemi kon, po nuk e di. Bravo. Vergita. Gita, moti nuk është më pjesë e juna. Besonim koni kovish veta njerë fjuna u këthyja pesë tha po mdhimesh me t'lan vet. E u këthy kjo, po për ndryshe, po ka koqë fjuna Vergita nuk është pjesë e juna. Nuk ju kam ndjek përse tash ju përshëndes shumë për emisionin. Pse sa ke ndjek, ku e konte? Shpeja më konë, po kam pas do probleme që shto dhe nuk... A ju ratu problemet? Po mirë, deti ko. Qaj është me rëndësi? Këto tjera të neve në ndjek, më nështë me në ndjek. Me shëndetin kemi probleme në bashkërti, po mirë. Po shpresojmë që shumë shpejt edhe ai me u bo mirë. Apo më tregon diçka? A kish shoqet vërtet? A kish shoqnit vërtet? Vallaj, kam shësni, po së dish, deti kon. A beson ti që mundet me pas shoqnit vërtet? A i beson kësajna kur dikush do të ne kam një shok, një shoqe të vërtet shpirtit? I besoj dikujt, po së di dishka, jam e Shqipëri se martu me në Ferizaj. Edhe që ma pas këndru edhe guan të kret. Pse, ku po më... që mundet me qenë shoku jot i vërtet për 10 vitet e ardhshme, për arsye se ka garancion 10 vjet, ky po 20-30, amo për 10 vjet do më thonë ti nuk vish ka pele nona, shpedene, keni modele të ndryshme të Toyotës, është Yaris Crossi, mrekullueshëm, zgjash sporti që mundri me shku me pa, dhe shumë modele të tjera. Si e i zharim, po atë veturën e mrekullueshme elektrike. Vazhdojmë tutje. Por unë ju kësha sugjeru për me marë familjen së dani me u bo me një vetur të rej, me u bo rehat, me marë familjen me shku atje. Edhe me bo një test drive, edhe mi ndëgju ata që kanë mi ju tregu për veturat e mrekullueshme Toyota. Telefonat 049 978 978 edhe njerë numri jonë i telefon
jemi live në këto momente edhe në YouTube në kanalin ton Glam Radio 86 FM. E ashtu na gjeni edhe në Facebook ku jemi live dhe në Kohanet. Dhe në Kohanet, në portalin në Kohanet, edhe aty na gjeni live në këto momente. Me kë po flasim? Alo, Mirdita, Minama. Mirdita, Mirbrama. Kush telefonon? Silvia nga Vitra. Edhe njerë amrin? Silvia. Selvie? No. Po flasim për shoqëritë e vërteta. Tregom ti çka konsideron shoqëritë e vërteta. Vërteta, një e kom që 42 vjet. Vetëm një shoqe. Një shoqe. Kjo tjere që më kom shoqe shtu të shtjetit. Po edhe një e kam edhe kjo që ashtu në njësoj 42, po kjo e ka emi Libode Sadikaj. Kjo shpirt nisht ndon edhe dun. Edhe në gjmija ta që është nga Prizreni, edhe e ndon edhe unë e du se për me shpirt në zemër. Ato në gjmija Nëse jenë të radëgju, se jo të sot këtë komplet shoqërisë shtu të dedikim special. Përshëndes shumë dhe jam shumë e lumtur që ki shoqe të vërteta. 42 vjet më bëj shoqëri, kjo është diçka. Faleminderit, përshëndes. Po seriozisht e kam. Edhe 2 vjet të nëzesh. 42. Me njërin e kam që 40 vjet. Që nga lindja i bjena. Po, ish 2 dit ma i vogël tonë. Enza Home vazhdon me super zbritje deri në 30%, ka super oferta për ju, kështu që shkoni vizitojeni në showroom për me i pa nga afër mobilit e mrekullueshme të Enzës. Alo, përshëndetje. Alo, Mirdita, përshëndetje nga Vushtria. Përshëndetje dhe për Vushtrin. Si jeni dhe si kalon? Jem shëshjetja e mirë. Mirë jemi, faleminderit. Juve si Ta shoqëria është me interes, nuk është kurrë e punë. Zemër e burrë s'ka tash. Ja, po të rëga, po i të gjë njerë që më thojnë kam shoqe, kam shok, që 40 vjetë. Si më po thëmë ndërum se interesin për veti kom një shok që 15 vjetë është një ushtris të atë kom shok e kom mik e kom si vlo temin. Për tere sa ti ki shok që
lekë dhe jaran, për më koni shoqërije të vërshme drejt mas postë më koni moralisht postër. Kur je i postër, bësh rëzisi, si je i postër, rëzisi. Shumë faleminderit që na ke thirrë. O, respekt, o, fjurën e përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kalofsh mirë.
katër puni nga Suedia.